Edi Rama po shpreh urrëtie ndaj shqiptarëve në mediat ndërkombëtare. Kështu shprehet kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, teksa i referohet intervistës së kryeministrit për Financial Times, duke kërkuar dorëheqjen. Berisha tha në konferencë për mediat se përgjatë qeverisjes së Partisë Socialiste, Rama ka përqendruar të gjitha pushtetet në duart e tij. Denoj me forcën më të madhe sharjet që Edi Rama ju bën shqiptarëve në mediat më të mëdha ndërkombëtare. As Gaddafi, as Maduro nuk i kanë lejuar vetes gjuhën që Edi Rama ka përdor në Financial Times ndaj shqiptarëve. Ky ka dëshmuar urrëtien e pakufishme që ka ndaj qytetarëve shqiptar. Shprehu sërish mbështetje për protestën e qytetarëve, ndërsa tha se kërkesat e tyre do të konsiderohen edhe nga Partia Demokratike. Garantoj protestuesit se do të konsiderohen me seriozitetin më të madh si në aktivitetin ton direkt kombëtar, ashtu dhe aktivitetin ton ndërkombëtar. Insistojmë që Parlamenti të ndërpres çdo lloj aktiviteti tjetër dhe të merret me trajtimin e kërkesave të drejta të protestuesve. Qeverinë akuzoi se po përdor projektin Smart City për të kontrolluar lëvizjet e qytetarëve nëpërmjet kamerave inteligjente. Këtu kemi një kamerë robotike që survejon ditë e natë proteste për ngritjen paqësore të qytetarëve dhe nis shqiptarë. Të tilla kamera janë vendosur në 4 anë të Tiranës dhe që të gjitha jo në disponim të bashkisë, por në disponim të shtetit policisë. Duke u përgjigjur interesit të gazetarëve, Berisha tha se vetë kryeministri Edi Rama dhe Belinda Balluku po përgatiten për të kërkuar azil në shtete të tjera me qëllim që t'i shpëtojnë drejtësisë.